Rëdja, me sa po e di, Mysafiri është në pritje të kësaj intervista, na trego fillimisht ne për çka është tema, pastaj e kalojmë. Do të flasim për rritjen ekonomike muajve të fundit në Kosovë. Kemi parë lajme që tarifa e energjisë është e lartë, mirë po prodhimi i çmimit në Kosovë është po ashtu i lartë. Kështu që duke marrë parasysh që ne vetë prodhojmë energji elektrike, tarifa është ende shumë e lartë, vlen të theksohet për gjithë shikuesit që qeveria ka nisur subvencionimin e energjisë elektrike për gjitha familjet të cilat janë në nevojë dhe që kanë të ardhra të pakta në familje, kështu që ky është një lajm i mirë normalisht duke marrë parasysh çmimin e lartë të energjisë, mirë po për këto dhe për ngritjen e çmimeve të produkteve tjera dhe inflacionit në Kosovë. Normalisht do të flasim me një ekonomist, e tash po besoj e kemi në linjë të drejt për drejt me Viber ekonomistin Adem Çorolle. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zotri Çorolle, faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjesi për shikues dhe dëgjues të Koaksionit, përshëndes dhe lutemi që për mirë të lidhemi. Është kënaqësi të kemi këtu, po e fillojmë bisedën me atë se si kanë qarkulluar disa lajme kohët e fundit që Kosova prodhon çmyr, mjaftueshëm, mirë po që tarifat e energjisë vazhdojnë të mbesin të larta. Si e komentoni ju këtë gjë si ekonomist? Realisht prodhimet e çmyrit kanë qenë gati thuaja të njëjta, qysh nga viti 2008 dhe kostoja e tyre ka qenë e njëjtë. Po tashmë energjia është kthy në një biznes të hierarkisë së lartë dhe këtu ka edhe dyshime të mëdha se ndonjëherë kemi tepritje energjetike të prodhimit, e falim ose e shesim me çmime shumë të ulta, po nuk dim ta ruajmë apo ta ndrojmë. Kurse gjithmonë kur kemi mungesë të prodhimit, atëherë rriten edhe çmimet nga importi. Jo realisht ndonjëherë e din që nuk dohet prodhohet sepse do të ketë ngritje të energjisë elektrike në berz apo në procesin e blerjes nga sektori privat dhe realisht Kosova tashmë po importon rrymë thuajse se është bërë përfitimi më i madh në bizneset në sektorin privat tashmë të shitjes dhe kjo ka qenë edhe një smundje apo një goditje e rëndë bizneseve private ku kjo dha shtytje edhe në pjesën e mbylljeve të bizneseve edhe në rritje të çmimeve, por realisht Kosova ende nuk ka bo një siguri deri në vitin 2025, një siguri të paktën për konsumin minimal të qytetarëve të tyre. Megjithatë, ditëve të fundit kemi pasur deklarata nga qeveria në detyrë për një rritje ekonomike muajve të fundit, me çrast edhe u subvencionuan studentët. Si e komentoni ju edhe këtë gjë? Kemi pasur sipas jush rritje dhe duket që të ketë rritje ekonomike kohën e fundit në Kosovë? Realisht rritje ekonomike normale apo që shihet do të ishte po të ndryshe, po një rritje ekonomike që është numerike dhe qytetari ende jeton varfër me një inflacion të lartë dhe me të ardha gjithmonë më të ulta nga ato të vitit paraprak dhe gjithmonë një vit më herët është më i mirë se sa ky tashmë që po jetojmë. Ne tashmë po presim me një rritje maksimale 3.9 nga 4.4 dhe nuk po shoh këtu rritje sepse 4.4 është më e madhe se 3.9 maksimalja që pritet për vitin që po vjen dhe realisht ajo që është normale ne kemi remitanca ku remitancat prekin gjysmën e buxhetit Kosovës dhe ka vlerën afër 45% buxhetit Kosovës dhe Kosova hiç mos të ketë veprimtari ekonomike, do t'ja gëzonte vetës vetëm me mes remitancave një rritje ekonomike mbi 2.5 ose 3. Që aq sa kemi ekonomi nuk e prek as 1% tjetër, domethënë gjithë ekonomia e Kosovës nuk ka të ardhur apo nuk prek të vëshim sa i kemi remitancat pa një proces pune. Po shtrirja e remitancave është e gabueshme dhe shkon vetëm në rezerva në afatizime apo në proceset bankare dhe nuk prek institucionin shembull tjetë në prodhim, tjetë në paga, tjetë në multiplikim ekonomik dhe tashmë ne duhet të gëzohemi në një buxhet të varfër dhe me një rritje ekonomike të varfër, kur po i shohin institucionet se po lavdërohen që ekonomia e Kosovës është më e rritura në Ballkan. Po nuk është në prodhim, është nga remitancat dhe nga parat sistemit bankar dhe blerja energjetike. Këtu është rrita i kapitalit që qytetari varfër ende është duke paguar shportën e konsumit dhe duke mos harruar që jemi me inflacion mbi 4.5%. Kur një inflacion është mbi 4.5%, atëherë produktet do të lëvizin për dy fish të rritjeve të çmimeve.
Si e shikoni ju në bazë kësaj krejt analize që na bët këtu dhe në bazë të përvojës tuaj, si e shihni këtë dimër për kosovarët këtu në Kosovë? Çfarë do të mund të përballojnë dhe çfarë jo sipas jush duke marrë parasysh krejt këto kosto të larta me cilat ne jetojmë çdo ditë? Realisht nëse qytetari më herët ka pagu për 20 euro kokë banori për energji elektrike, tashmë le të përgatitet për 35 euro dhe lutemi që të kemi ende fushat dhe të kemi ende proces politik, sepse nuk do ta stimulojnë pastaj energjin, po kemi në pushtet një parti që është sociale, jep 100 euro dhe merr 1000 euro nga të varfrit dhe kuptohet le ta dinë edhe qytetarët kur kemi inflacion, i pasri bëhet edhe më i pasur i varfrit do t'jetoj edhe më varfër. Kështu që kjo është politika sociale e tyre, sepse si më të prekurit janë familjet e mëdha mbi 6 antar dhe ata të moshuar që janë mbi moshën 65 dhe janë krye familjar, që realisht me 120 euro nuk mund t'jetojnë sepse 60 euro do t'i kenë energji elektrike, ku 70% e pagës tyre do t'jetë në pajime apo në obligime shtetërore. Çka do t'jetë shporta e konsumit? Shporta e konsumit të tij do t'jetë sikur mishi, sikur vaji, sikur sheqeri, sikur qumshti do të pasojë një rritje deri në 20% të çmimeve paraprake dhe kuptohet lutemi të mos jetë një dimër i ftoftë, sepse do t'jetë edhe i ftoftë dhe jo shumë i mirë i varfër do t'jetë edhe për xhepin e qytetarit të Republikës të Kosovës. Ne po shohim që nuk do të ketë pra ulje të përqindjes së inflacionit në Kosovë, për shkak se ne jemi dëshmitar të asaj që inflacioni vetëm se po rritet, jo vetëm në aspektin e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike, mirë po edhe të produkteve të tjera me cilat ne jetojmë çdo ditë këtu në Kosovë. Si e shihni ju vitin e ardhshëm? Është goxha interesante me pa ndoshta inflacionin gjatë viteve të ardhshme. Si do t'ja dalim ne kështu? Realisht ekonomistat mund ta shohin një preardhje buxhetore, por nuk po e shohin një buxhet votum. Kosova ka probleme më primare se ajo e inflacionit dhe ajo e varfërisë, sepse fokusi i tyre është më se politik. Kosova ende po kalon muajin tetor dhe po hyn në nëntor dhe ende nuk ka të votuar buxhetin për 2026. Kosova rrezikon edhe interpelancën me shtete të tjera dhe pushtetin e saj dhe emrin e saj. Kosova gjithmonë do t'jetë e bresht kundrejt konkurrencës së bizneseve ndërkombëtare dhe në ato që gjenden në Kosovë dhe tashmë kur një shtet nuk është serioz dhe nuk ka politika makroekonomike dhe kur buxheti ende nuk ka votuar, çfarë mund të marri masa ne me inflacion dhe me struktura tjera? Dhe çka presim ne nëse ne kthemi një shtet vetëm për konsum? Ne blejmë import, blejmë produkte gati nga 100 euro 80, blejmë nga jashtë vetëm 20, i harxojmë në buxhetin me mesatare, i harxojmë nga bizneset vendore dhe kuptohet ne kur 80% kemi konsum, atëherë ne jemi popull konsumues dhe jo prodhues. Sepse prodhimi mund të rritet në një variaritet dhe mund ta prek pak inflacionin. Investimet kapitale shtetërore gjithmonë janë më të ulta vetëm në komunat me finesa politike dhe nuk ndahen në baraz peshim të njëjtë me komunat gjithëpërfshirëse dhe ajo që e shpëton inflacionin janë edhe investimet kapitale ku rritin sasinë e parave në treg nga institucionet dhe stimulohen bizneset për t'i kryer ato punë, sepse komunat nuk mund të rregullojnë as asfalt, as ojësiac, as asgjë pa sektorin privat dhe në atë kur ndahen tenderet rritet buxheti, rriten paga, rritet konsumi, rriten blerjet dhe këto prekin 18% dhe ne mund ta ulim të inflacionin. Por realisht kemi një institucion të vobek, të varfër dhe social që nuk mendon njëherë për njëherë, nuk e kanë fokusin të qytetarët, fokusin kryesor e kanë të votat të tyre, të ulset të tyre dhe të koalicionet të tyre. Më shumë përmendet një gumë rezervë se sa një familje pasur, një familje varfër, vetëm le ta dinë që për 23% për 4 vite janë shtuar numri i të jetuarive me 1 euro. Domethënë ne kemi të moshuarit me 120 euro apo as 4 euro për ditë. Dhe çka mund të flasim për ekonomi të zhvilluar kur një 30% e popullit na jeton në varfëri të skajshme. Atëherë urojmë që situata të përmirësohet e juve faleminderit që ndat këto informacione këtë mëngjes me shikuesit tanë. Lutemi për mirë, lutemi për... Kalofsh një ditë më të mbarë. Derit.